dhe nga ana tjetër praktikisht ja kemi kaluar shpatën e ndëshkimit nga pushteti ekzekutiv te pushteti kryesor, dhe nuk ka qenë kështu vetëm pak vite më parë. Dhe natyrisht që kjo po ndihmon shumë, s'ka pak dyshim se që po ndihmon edhe fakti që ne po rritemi në mënyrë qëndrueshme kur erdhëm në PBB-ja, jon ishte më pak se 10 miliardë euro. Vitin e kaluar patëm të paktën 25 miliardë euro, 2.5 herë më shumë. E njëjta gjë vlen për të ardhurat për frym, që janë rritur 3 herë më shumë. Dhe turizmi, ju e dini se ne, dhe është një gjë që e dua kaq shumë që nuk na duhet që ta tregojmë Shqipërinë si destinacion turistik, sepse të gjithë e din që kemi nisur me më pak se 1 milion turistë, dhe tashmë vitin e kaluar e kemi mbyllur me 12 milion. Kemi aeroportin me rritjen më të shpejtë në Europë dhe kemi aeroportin më të madh në rajon. Kemi tejkaluar Beogradin, i cili historikisht ka qenë aeroporti rajonal. E tashmë kemi dhe numrin më të madh të udhëtarëve në Tiranë. Kështu që këto janë gjëra mjaft të mira. Sigurisht nuk janë mjaftueshëm, prandaj na duhet që të ecim përpara. Këto nuk janë arritje të cilat duhen marrë si arsye për të ndënjur rehat, por i konsiderojmë natyrisht të arritje se një motivim shumë i fortë, si një provë që ne mund t'ja dalim dhe që mund të përmirësohemi gjithmonë e më shumë. Kështu që kjo është ajo çfarë po përpiqemi të bëjmë dhe ajo çfarë do të bëjmë. Përvjen fjala për panoramën më të gjerë. Jam plotësisht dakord me atë çfarë Pedro tha në mesazhin e tij mjaft të shkurtër, por plot me mendim si për herë. Jemi shumë të prirur që të kontribuojmë në familjen e internacionale socialiste. Të bëjmë gjithçka mundemi, por sërish këmbgul në idenë time fikse që të gjithë duhet të investojmë në shkolla politike dhe duhet të investojmë të gjithë në një rrjet akademisht politike. Duhet të ndihmojmë brezin e ri të kuptojë që politika nuk është e keqja